kampionat kur ke vjedhur në një vend caktuar. Jo, kjo gjë është shëmtuar. Kur të kanë toleruar. Madje më shëmtuar se sa kaq, Bulla është dhe pjesa që na thonë edhe neve. Shiko, kjo nuk është çështje faktesh, të gjithë jemi pjesë e, domethënë në mënyra të ndryshme e botës së futbollit, por nëse na adresoni dhe ne pastaj si moderator apo si gazetar që okay, ju flisni e bëni pyetje për fakte, ndjesani ne nuk po shkojmë në prokurori dhe themi që filan ekip ka bërë 1 2 3 4 gjëra. Faktet duhet i mbledhin ata që e kanë për detyrë për ta bërë këtë gjë. Domethënë, rëndësika është indicia. Pra, për shembull, unë si gazetar mund të dyshoj. Pra, dyshimin e merr si një lloj indicie për të thonë dhe për të dalë tani koeficienti nuk mund të jetë i vendit parë 22 dhe i vendit fundi 0.1. E kundërta do bën sens. Fakti që shumë kollaj, e merr atë se ndeshjet transmetohen në televizion. Ato janë me kasetë, kupton? E merr atë kasetën, vetë dy specialistë atje dhe e kuptojnë ata shumë mirë. Se është tolerim ajo, po nuk është tolerim. E ecë me atë shpejtësi, vrapon me atë shpejtësi lojtari apo nuk vrapon me atë shpejtësi? E fut këmbën apo e tërheq këmbën? Kuptohet ja bën mu. E kuptojnë ata që nuk janë profesionistë, jo por profesionistët që po. E qartë. Kështu që po. Nëse në formë një tjetër kjo duhet marrë fund për kjo rregullohet më kollaj tash duke bërë presidentin një pak me një tjetrin, pak për kush e meriton dali kampion, kush e meriton dali nga kategoria. Para mat paktën do marrësh atë që takon. Do ishte i kënaqur me atë takon, do ishte ta kesh kokën lart, unë bëra këtë ekip, mundova të bëj këtë gjë, fitova, u isha më i mirë se sa të tjerët. Vitin tjetër do bëj dikush tjetër, do dalë ai kampion, për të paktën tash do të kem burrni dhe kënaqësi që po fitoj diçka drejt, po marr frutet e punës time drejt. Dhe nuk do ta askush që tolerove bërë negociata gjithë po më mirë. Ai kemi një organet kompetente kaq të zhvilluara që neve të çojmë këtë punë prokurorisë. Që hajde po i denoncojmë këto ndeshje dhe prokuroria është aq e aftë ajo që ti. Ore prokuroria është më mirë se sa çdo ekip të rri. Po mirë, e kupton pra është një hap më i mirë se sa. Atëherë do të fillojë do jetojë një ndeshje, duhet të ketë një bord specialistë. Duhet të ketë një institucion brenda aty që e verifikon dhe thot atë gjë. Shpejtësinë e gjitha, apo që hyn shpejtësisë aty, pastaj edhe GPS-at e ke të gjitha. Kështu që është do një kuadër me të vërtet shumë fortë, do i buxhet shumë të madh. Bëhet më kollaj. Do buxhet qeverie shumë të madh. Më kollaj me i pakt midis gentlemenësh. Një pak njerëzor. Kjo do ishte pastaj. Po hallaçi. Po ti isha unë trajner dhe të kisha një skuadër që kam siguruar Final Fourin, sigurisht që 2 javët e fundit u dem shumë i përqendruar tek ndeshjet finale. Normale. Patjetër. Unë do bëj rotacion. Jam i detyruar të bëj rotacion, sepse unë kam siguruar Final Fourin, sigurisht që kërkoj të marr maksimumin e pikëve sepse duhet të afrohem sa më afër titullit. Dhe ja lejon vetes që kujdesem. Pra, ndoshta e pam këtë edhe tek Ignatia, mund ta themi. Në këtë drejtim ishte edhe pyetja e parë që ju bëra juve. Pra, ta jep mundësi, por është pak e vështirë.